Përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, këtu në kanalin në Rrëfime Jete për të ndarë bashkarisht lajmet e fundit. Dua të ndaloj të sjell tek ju një histori që më besoni, mua më ka rënqethur pafund. Bëhet fjalë për një vajzë e cila rrjedh nga Tetova, por që fati i saj, jeta e saj, e kanë bërë që ajo fillimisht të humbet besimin, por edhe të ndërtoj një lidhje e cila në fillim është pretenduar që është lidhje, por në pjesën tjetër ka qenë thjesht një gënjeshtër. Letrën e kam në duar, do ta ndaj me ju, më besoni që është një tmerr i vërtet. Përshëndetje Tiranë. Faleminderit që na ke dhënë hapësirën për të ndarë sekretet tona, sekrete që ndoshta vetëm ne edhe Zoti i dim. Unë jam një vajzë 38 vjeçare, vi nga Tetova, jetoj dhe veproj në Tetov, punoj në Tetov, por nuk kam arritur që të ndërtoj familjen time, të kem fëmijët e mi, të kem oborin tim dhe të kem shtëpinë time. Në moshën 30 vjeçare, koha kur mua më ndryshoi jeta për gjithmonë, koha kur jeta ime mori krejtësisht kuptim tjetër, koha kur unë u preka në shpirt dhe mu doq shpirti, ishte dita kur unë e njoha një djalë i cili banonte në Zvicër. Kishte ardhur me pushimet e verës në Tetov, edhe në një nga lokalet, një natë në Tetov me 2 shoqet e mia, unë e shoh këtë djalë. Shikimi ishte i dyanshëm që në momentin e parë. Atia tërhoqa vëmendjen dhe ai më tërhoqi vëmendjen. Që të dy ishim pothuajse të fiksuar te njëri tjetri për disa sekonda. Një shoqja ime më bënte muhabete dhe më tha çfarë ke? Thash asgjë. Vazhdojmë. Ai djalë më mbeti në sy, më mbeti në mendje. Edhe kur dola nga lokali, nuk e di si u ka ndodhur. Mendova të mendoja për të, kush mund të jetë ai, sa i bukur ishte, nga ku vjen, çfarë pamje kishte, si mund të futem në kontakt me të, etj. etj. Ditën e nesërme, pasi dola nga puna, bëra një logjik të thjeshtë dhe thash në qoftë se sonte do të shkoj në të njëjtën kohë, ndoshta edhe ai do të ketë kureshtjen për të më parë mua dhe ndoshta do të vinë në të njëjtën kohë. Me thënë drejtën kisha haruar qa ora ika, po e dija që ishte ora gati te 19 kur ika një ditë para. Shkoj, nuk kishte kush në lokal. Nuk e di, a besoni në këto energji që ti tërheq njëri tjetrin, energjia e tërheqjes? Pas 15 minutash, në pikërisht po të njëjtin vend, vjen ky njeri. U ma gjep sa fillova të dridhem. Nuk ishte e mundur që unë atë ta shoh pothuajse çdo ditë aty. E përshëndes, e pyes si është, më tha që është shumë mirë dhe më dha numrin e celularit. Ja dhash edhe unë edhe filluam që të shkëmbeni mesazhe me njëri tjetrin. Të njëjtën energji që e kisha unë, të njëjtën energji e kishte patur dhe ai. Më tregoi që do të rinte në Tetov për 2 muaj me radhë. Më tregoi që jetonte vetëm në banesë dhe që kishte mundësi të shiheshim pak më shpejt. Unë isha shumë e lumtur. Isha shumë e kënaqur kur e shihja atë djalë që ishte i dhënë pas meje. Më bëri që të dashurohem. Flisnim për ditë të tëra, flisnim për orë të tëra, flisnim për minuta të tëra. Kënaqeshim me njëri tjetrin, i dhuronim njëri tjetrit një dashuri që
Edhe në përrall nuk e gjen dot. Ai ishte shumë i kënaqur me mua, ndërsa unë ndërtoja ëndra. Lumturia ime ndryshoi. Nuk më bënte të lumtur as paraja. Ndjesha e kënaqur me çfarë kisha, me 100 denar apo 3 euro, me një kafe, nuk doja të blej asnjë gjë, sepse kisha lumturinë e tij, do me thënë të dashurohesh, do të thotë që ti të ndryshon në gjithçka. Ditët kalonin shumë shpejt. Ai ishte njëri që më jepte gjithmonë guxim, forcë, dashuri. Më qëndronte pranë, jetonte momente me mua, nuk mund të them që nuk më ka dashur. Më ka dashur shumë, por një ditë prej ditësh vendosi të më tregon një të vërtetë. Më tha që ishte i martuar dhe që kishte 2 fëmijë. Në fillim u mërzita shumë, por nuk isha se ç'bëja. Do vazhdoja përpara. Unë e doja atë njeri. E doja më shumë se veten time. Ja pranova dhe martesën dhe kështu kaluam për 6 vite me radhë. Për 6 vite kanë qenë vetëm premtime, kanë qenë vetëm ëndra, kanë qenë vetëm iluzione, kanë qenë vetëm obsesione. Mu bo obsesion, më dilte në përëndër, fillova ta xhelozoj gruan e tij, u smura, u bëra shumë keq, mendoja që ajo po ma merr, jeta ime ndryshoi. Por dita ditës e kuptova që ky njeri përpos këtij komoditeti nuk do të më jep gjë tjetër në jetë. Familja më kërcënonin. Më kërcënonin çdo ditë. Çfarë je duke bërë? Shif jetën, shif veten, a e din që po shkatrohesh? Ndërsa unë më thoja që jo, jeta është e bukur. Unë jam e lumtur me të. Po ç'lumturie? Ai më kishte ndryshuar jetën përgjithmonë. Më vjen keq sot që po e them këtë histori, por sot jam e ndarë. Kam arritur të dëgjoj që nëpër njerëz flet që nuk i intereson më për mua. Më provoi, më kishte. Nuk jam diçka e re. Ndërsa mua më la me shpirt edhe me zemër të thyer. Më la me faktin që të gjithë njerëzit flasin edhe kërkojnë të dinë se çfarë ndodhi me fatin tim. Unë jam e thyer në shpirt. Dhe kjo histori që po e ndaj, besoni që më ka lënë në një trekëndësh. Kam oferta për martesë. Më kërkojnë djem të mrekullueshëm, por unë nuk mund ta marr hapin sepse akoma e dua atë. Më thoni se çfarë të bëj, më thoni se këtë zgjedh. Më thoni se si t'ja bëj, se nuk e di se si ta marr vendimin për të ecur përpara. Në fakt unë dua të marr përgjigjen e juaj.